Albania Radio. She's on air. Se ti e motiv jetësime, veç për ty do të jetoj. Ti më bën të flet pa mendime, për ty unë She's on air në Top Albania Radio. Edhe pak edhe do ma merrni punën. Unë kam një lidhje emocionale shumë me këtë këngë, faleminderit. Unë mendoj Po. Dhe unë mendoj se edhe pak do na vinë një propozim nga ty, do vini për korbët. Do e bëj një propozim tjetër për pak më vonë kur të vi fundi. Apo se nuk ishte ti këtu me ekipin, bashkë me kitarën tënde. Po, të lëshoj dhe flokët, të heq dhe mustaqet dhe jemi komplet kështu. Nik, a ka pasur momente kur ke menduar të heqësh dorë nga muzika? Jo, asnjëherë. Porra. Asnjëherë. Është, domethënë, nëse do arrijë moment, do jetë një gjë shumë, do ke ndodhur diçka shumë e vështirë, në një tragjedi, në një lloj. Çfarë nuk do bëje ti kurrë për famë apo për klikime? Të ndroja zhanrin. Është e fortë kjo deklarata të Edhe pse ndroja ndruan zhanrin. para 5 minutash, po s'ka. Prandaj e them se është pak vështirë në zhanrin që unë di që ti ndjek, që shqiptarët ta përqafojnë fort, domethënë ashtu siç janë pak me kokra, si po, mendon ti? normal, tani është target group shumë i vogël, po ai që është i sakt. Po është i sakt, është ai ka e audiencës shqiptare. Tani si fansa të Gentit, besoj, e dim që kur bën koncertet e rockut që janë të mirë fillta, mbitet një lloj audiencë që jo, vërtet është një nga më të bukurat. Unë kam qenë madje në një dhe kur ti ke performuar në skem bashkë me Gentin, e kam shijuar vërtet shumë dhe ju them që vazhdoni fuqishëm sepse kemi nevojë për këtë muzikë. Po ti Selina nga ana tjetër, çfarë nuk do bëje për famë dhe klikime? Shiko, nuk është që ka një gjë shumë specifike të cilën unë nuk do ta bëja, por patjetër jashtë kornizave të mia unë nuk dal dot. Kështu që këtë gjë e kam treguar edhe në Big Brother, dhe ndoshta kjo është arsye pse unë jam jashtë sot. Thën kjo me gjithë shakaje, por ky është realiteti. Edhe nga bisedat që unë kam pasur, qoftë edhe kur kam dalë jashtë, kritikat më të mëdha kanë qenë që njerëzit prisnin shumë nga unë, qoftë edhe në debate, qoftë edhe në argumenta, të cilat unë zgjodha të tërhiqesha shpesh herë, kjo sepse realisht kur një debat nuk më përfshin direkt mua, jo që nuk dua të nuk e ndjej veten për të futur brenda, se patjetër çdo debat ka arsyet e veta dhe mendimet e tua janë gjithmonë të vlefshme. Por realisht më dukej e tepërt që të futesha dhe unë midis atij kori të madh që bëhej në shtëpi, që secili të kapte sadopak nga situata. Unë nuk doja të ushqesha me situatat e të tjerëve. Nëse unë doja të ushqesha, do doja të merresha vetëm me situatat e mia, pra ato që më lidhin direkt mua. A ka ndonjë lojtar që duke mos dënë nga kornizat është akoma brenda sipas teje? Po. Që është dhe i fortë? I fort, shiko, nëse ti nuk ke një situatë të nden, por që merr gjithmonë nga situatat e tjerëve, nuk mendoj që të bën lojtar të fort. Janë disa persona aty që vazhdojnë që ndrohen në shtëpi dhe unë vazhdoj habitem dhe them si janë akoma në shtëpi. Një nga ato është Juela. Sepse më duket sikur është gjithmonë në hijen e Brikenës, pra është kapur fort me Brikenën, dhe mundohet të shfrytëzojë të gjithë situatat që ka shoqja e saj. Mark Shushkas edhe nga ato çfarë kishte folur dje që dolin në Prime-in e djeshëm, pra mundohet gjithmonë të shfrytëzojë qoftë marrëdhënien e Brikenës me Mateon, qoftë debatet që Brikena mund të ketë me banorët e tjerë dhe të japë nga një mendim që të dali qoftë krah apo dhe kundër, siç doli dje në Prime-in e djeshëm, kundër Brikenës. Unë kam një kuriozitet, a të ngacmojnë më shumë djemt tani që dole nga Big Brother apo më pak? Shiko, unë kam marrë një dashuri shumë të madhe nga publiku. Unë kur dal rrugëve, realisht ka shumë njerëz që më ndalojnë në rrugë edhe e kam ndjerë ngacmim tash, jo dashuri publiku, ngacmim fa. Por nuk e kam, jo, ngacmime nuk i kam ndjer. Pra mesazhe ndoshta në Instagram. Mesazhet në Instagram nuk i shoh fare, nuk i kam pas parë as më përpara. Ne shif ke mesazhe na tregon. Nuk i shoh mesazhet në Instagram, sepse ka pafund njerëz që mund të shkruajnë. Do bëjmë një gjë? Më thuaj. Mi hapi çik tani Instagramin tonë. Do hapim vetëm një request kështu random, rastësisht. Ndërkohë, mu përgjigj vetëm kësaj pyetje. Zemra është e hapur apo e mbyllur? Zemra është gjithmonë e hapur për njeriu e dur.
E kam në dorë telefonin e Selinës. Po i bëj një xhiro kështu, Edhe kut na bjer gishti. dhe po e çoj këtu. Ka flak. Po e çoj dhe se këtu Një, s'më dha shumë, po s'më dha shumë. Nuk e ndezi mjaftueshëm. Stelina, vajza më e mirë në Big Brother, po më e pa fat sepse dashuroj një maskara. Kështu që ka mesazhe. Me kjo gjë sepse unë e Stelina kemi dhe shumë meme të përbashkët që na i nisin ku na dalin. Po, unë dhe Livia kemi një pikë të përbashkët që mendoj do na lidhë gjithmonë. Janë maskarend. Maskarend. Vazhdoj. Nik, a ka pasur ndonjë bashkëpunim të cilit ti ke thënë jo, por mendon që ka qenë gabim që i ke thënë jo? S'kam pas një bashkëpunim që të them që është domethënë humbja ime që s'kam pranuar, po nuk kam pasur një lloj oferte që të them nuk dua ta bëj se s'dua domethënë. Kur të vi koha do ta them. Okej. Po ti krijon më shumë këngë kur je i thyer emocionalisht apo kur je mirë dhe ndihesh mirë? Tani gjithë këngët që flasin të baladat, të këto këngë të dhimbjes, të këto që kënduam çfarë, domethënë vijnë nga një lloj emocioni, nga një lloj ndarje, nga një lloj tradhtie. Ke pasur ti një histori personale pra që ka lind një këngë? Dashurie jo, por situatë domethënë që është kundra sistemit, kundra të padrejtësive, kam pasur shumë situata që si pasojë të meritokracisë nuk kam pasur. Në çfarë fushë padrejtësia? Në art. Dhe me thanë, ke pas ca, si thot vajza më ndihmoni, ca bryla. Bryla sa të duash, po, edhe si rrjedhoj ka ardhur në disa bulza që Nga artista shumë të muaj? Më të mëdhenj thot apo më Po, të vegjël? po. Ama, na shpjegoni pak, Nuk mas ka- vërtheni pak të gjane brylave në këtë lloj. është nuk ka artist të vegjël, Mos artist hap të dhe ty mëdhenj. requesta, të fol. Nuk kam në shkreti, nuk kam. Tani, unë për shembull e kam një shembull bryli. Po. Një personi që unë njoh shumë mirë, ja çka kishte ndodhur. Thonin nëpër lokale, ja po filani ka koncertin 7.000 ose sa ishte, Po. që nuk ishte as pak e vërtetë sepse Po. kishte çmim tjetër. Po. Edhe kjo gjë e ka penguar në karrierë ose në si më thanë në punë, sepse normalisht nuk e thirrin për atë çmim. Po, na Kjo është një lloj thua bryli, të ka ndodhur një gjatë të tillë ose na thuaj pak. Sa të duash. Nuk ka rasti më i hershëm domethënë që një lokal specifikisht në Tiranë i kishin helmuar për mua se ky nuk di të këndoj apo s'di banda të luaj apo nuk bën atmosferë. Dhe tani kjo nuk e di në sa lokale ka ndodhur, në sa vende është thënë, por një nga këto lokale pronari ka ardhur na ka dëgjuar live. E ka dëgjuar gjendjen vet, e ka dhënë verdiktin vet e na mori, na testoi. Pra kjo ka ndodhur si informacion nga Artistë të artistë tjerë? mëdhenj. Patjetër. E ke zbuluar se nga ku të vinte, nga kush të vinte ky bryli? Kjo po. Të mërshme. A nuk Po, është nuk është e dhimbshme që artistët e Unë- mëdhenj në vend që unë të emrin e di që suportojnë s'do të na e thuash. artistët e Jo, rinj? s'e E di që s'do na e thuash, po në inicial të Jo, vogël. fare. Çfarë reagimi bëre ti kur morë vesh që ky personi përhap fjalë për ty, domethënë që ky tipi s'di të këndoj, po. Jo, thjesht nuk isha më, domethënë nga momenti që ma than, e kupton se nuk e zbuluva vet, ma than që kshu. Thjesht erdha vet ta. Kishe marrëdhënie me këtë personin? Ishte e papritur si Jo, kisha një lloj marrëdhënie, koleg. Ishe tani koleg, okay, po ndajeni dhe pak në kategoritë e muzikës që ju performoni Po, ishin koleg. nga e njëjta Koleg, po. Koleg i plot domethënë. Po, koleg. Ah, ta kolegët. Niku këndon shumë mirë live, Niki, faleminderit. të lutem, Niki. Niki këndon shumë mirë live dhe do doja ta dëgjoja më shpesh, kështu që kjo është Së shpejti, për të na lejohet gjitha. të themi emra lokale është pikë pyetje? Ja. Jo. Mirë, në datën 19 shkurt jemi në një lokal specifikisht të Tiranës. Aty ku më ke parë për të fundit. Jemi dakord? Okej, unë jam super dakord. Nga ana tjetër, Selina, qoftë se do të jepi prap mundësia, do futesha prap në Big Brother? Duhet ta mendoj, nuk do doja asnjëherë që të merresha përsëri me këtë historinë e famshme dhe mendoj për sa kohë që vazhdojnë
vazhdon të jetë, po përmend emrin e Inës, vazhdon të jetë brenda, mendoj që pozoj atë, se ndoshta mund të ketë një rikthim të kesit. Aq më tepër nëse rikthehet dhe kesi, jam shumë e sigurt që njerëzit do vazhdojnë të do flasin, ja, se u kthye, se është kjo historia, pra mendoj që njerëzit e lidhin gjithmonë këtë historinë tonë me njëri tjetrin. Kështu që kjo është vetëm gjë që mua më bën të rimendoj nëse do hyja përsëri në shtëpinë e Big Brotherit, për asnjë arsye tjetër patjetër nuk do ta mendoja, sepse është eksperiencë shumë e bukur edhe realisht ka një atmosferë shumë të këndshme aty brenda, qoftë edhe me banorët, se ju ndoshta shikoni vetëm debatet, ato që jepet më shumë zë, por ka edhe momente shumë të bukura, shumë prekse ku ne ndajmë edhe historitë me njëri tjetrit. Edhe patjetër që mua më kanë shijuar. E vetmja arsye, siç e thash, që do më bënte ta rimendoja është fakti që më lidhin gjithmonë me një pyetje këtë shumë të ftoftë. Lidhe me Inën, me qenë se e përmende. Tani, për te historisë tënde gjitha, si lojtare, në çfarë se si po vepron, je pro apo kundra Inës? Shiko, ka pasur shumë ditë që Ina ka qenë jo në gjumë, po në super gjumë. Më duket sikur ditët e fundit është zgjuar pak. Duket sikur po merr një farë pozicioni në shtëpi, por fakti që ka ardhur ashtu si erdhi në shtëpi, patjetër si konkurrent për të fut mes për të bë, si më thon, se nuk po përket si gjatë. Po marrësh kas që nga videoja që banorët pan dhe publiku i gjerë pa, që patjetër nuk u prit mirë, qoftë nga banorët edhe kur dola jashtë patjetër. Dua ta sjelloj pak më shumë këtë pjesën e Inës, kështu që nik merr çika të kitarën prapë se do këndojmë ne. Mua do më pëlqente që ti të këndoje një këngë tënde që të përfaqëson ty më mirë. Mbretërin që po ndërtoj, dije se kam pasione, nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Mbretërin që po ndërtoj, dije se kam pasione, nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak.